se vini sërish në flasim si fëmijë. E di që zakonisht flasim për gjëra që na pëlqejnë shumë, ne adoleshentëve, fëmijëve, por edhe të rriturve. Por sot do bëjmë një bisedë shumë të rëndësishme që ka të bëjë me mamat, gratë dhe të gjithë motrat, femrat rreth nesh. A i keni pyetur veten ndonjëherë, a kanë vërtet të gjitha gratë mundësi të barabarta? Kjo është arsyeja pse sot në studion ton kemi një njerëz shumë të veçantë. Ajo ka kaluar vite duke punuar në vijën e parë për të ndihmuar gratë të divorcuara, nënat e reja dhe ato që jetojnë në vështirësi, sidomos këtu në qytetin tonë në Lezhë. Ajo është zonja Afrodita Gjoni, aktiviste me përvojë ndërkombëtare për të drejtat e grave. Zonja Afrodita, faleminderit që gjetët kohën dhe mundësinë të vini. Faleminderit shumë Asja, ju falenderoj që keni menduar të prekni edhe këtë temë edhe desha t'ju përgëzoj edhe ju personalisht që jeni një vajzë aktive, që jeni një vajzë që shërbeni si role model ose si model edhe për vajzat e tjera dhe jam shumë e lumtur që jam prezent sot këtu për të ndarë eksperiencat e mia. Falender edhe një herë zonja Afrodita. Unë mezi po pres më tregoni si duket puna juaj, cilat kanë qenë ëndrat e tua kur ishit në moshën time ose më e vogël, dhe si mund të bëhemi ne të rinj më të vetëdijshëm për sfida që hasin gratë dhe vajzat, sepse për ta përmirësuar botën duhet flasim si fëmijë, por të punojmë si të rritur. Atëherë le të fillojmë. Kur ishit fëmijë, cila ishte ëndra juaj më e madhe? Në fakt unë kam qenë fëmijë si çdo fëmijë tjetër që pëlqeja lojën, po i pëlqeja edhe librat. Në fakt historia e fëmijërisë time ka qenë pak si e trisht në sensin që unë isha një nxënëse e mirë edhe dëshiroja që të shkoja në shkollë, por në fakt unë vija nga një familje e përsekutuar edhe motrat edhe vëllezërit e mi më të rritur nuk kishin pat mundësinë të shkonin në shkollë edhe unë përballesha me bashkëmoshataret e mi që ishim konkurrent, po themi që ishim nxënës të mirë edhe ata më thonin, po pse ti harxhon kaq shumë kohë, pse ti lexon, pse lodhesh kot, sepse ti ndoshta nuk do të shkosh në shkollë, nuk do ta kesh këtë mundësi për të shkuar në shkollë. Por unë nuk hoqa dorë nga kjo, ëndrat e mia, më pëlqente të lexoja, të isha konkurruese. Edhe fatmirësisht ato ëndrat e mia që unë kisha u bën realitet për shkak se kur unë mbarova klasën e 8, erdhi demokracia pikërisht në vitin 91 dhe filluan lëvizjet e demokracisë, edhe si më thënë në ra kjo barriera që unë kisha, që isha një fëmijë nga një familje e përsekutuar, edhe fatmirësisht me ardhin e demokracisë nuk kishte më, po themi, të përsekutuar, ndryshoi disi edhe sikur mundësia të paktën për të shkolluar si bashkëmoshataret e mi u hap, pra edhe do thoja që isha me fat që unë nuk hoqa dorë nga ëndrat e mia, pavarësisht se bashkëmoshataret e mi edhe sistemi u munduan që mua të më stoponin, të mos besoja te vetja ose të ëndrat e mia për të arsimuar si çdo bashkëmoshatar tjetër. Shumë faleminderit që ndave këtë me ne, se një nga mesazhet kryesore që ne duam të përcjellim me këtë program është që nuk do të dorëzohemi kurrë para sfidave që hasin jetë. Tani, cila ishte lënda jote e preferuar në shkollë dhe pse ishte ajo? Po në fakt më pëlqente të lexoja çdo lëndë, të mësoja, të isha konkurruese, më pëlqente që të isha drejtuese ose të angazhohesha, të isha aktive. Nuk kisha, të gjitha lëndët më pëlqenin, edhe mbaj mend në shkollën fillore kisha një mësuese që edhe sot e falenderoj, Zysh Roza, ndoshta tani është në pension, që gjithmonë na jepte mundësinë që po themi ti zhvillojmë ato aftësitë tona drejtuese ose që tashmë quhen të leadershipit, edhe na inkurajonte edhe mendoj se kam arritur shumë nga ato ëndrat e mia, sigurisht jeta është plot sfida, por besoj se ndihem mirë me veten time, me ato që kam arritur, ose me ato që arrit të bëj tek jetët e njerëzve të tjerë. Dhe kjo më frymëzon, më bën të ndihem mirë, më bën të ndihem e mbushur shpirtërisht, pavarësisht pjesës karrierës së tjerë, por kur njeriu ndihet mirë me veten, me ato që bën, mendon se ke bërë shumë. A ke pasur një lojë ose aktivitet që të pëlqente të bëje kur ishe në moshën time? Ne kemi qenë
Unë jam rritur në një fshat edhe ishim shumë fëmijë edhe ne loznim. Po, kemi punuar edhe si fëmijë sepse ndihmonim familjen, ishim të varfër si që ishte koha, ndoshta po dukem shumë e madhe, po i kam ca vite. Edhe loznim me topa leckash, me lojra shumë tradicionale që tash më fëmijët as nuk i njohin, as nuk i din. Kanë ndryshuar shumë kohrat, ne kemi qenë shumë afër me natyrën, me lojrat fizike, tani kanë ndryshuar shumë kohrat, edhe më vjen keq që fëmijët tashmë sikur janë shkputur me natyrën, me lojrat fizike, janë pak më të izoluar, janë interneti që po ju ndikon shumë kohën e tyre, edhe po ndikon si në aspektin fizik, po mendoj edhe në aspektin mendor të rritjes fëmijëve. Okej, ka të mirat e veta, digitalizimi, por fëmijët kanë nevojë të rriten me natyrën, me të lozin, të ndajnë ato emocionet e fëmijërisë me njëri tjetrin, jo të izolohen vetëm në internet, vetëm në telefon e tjerë, siç po ndodh fatkeqësisht në ditët e sotshme. A ka ndonjë ushqim ose gatim që të kujton fëmijërin tënde? Ka ushqim buka me sheqer. Jemi rritur të varfër, do të them. Mbaj mend në kohën e festave të Krishtlindjeve ose të vitit të ri, më shumë të vitit të ri, sepse Krishtlindjet në kohën kur unë isha fëmijë, nuk lejohet të festoheshin. Thjesht ne kuptonin që ishte diçka një fest, sepse prindrit gatuanin diçka ndryshe ose tavolina disi ndryshonte. Por mbaj mend vetëm erën e portokallit që kam gjithmonë që ne nuk hanim. Në kohra tjera s'kishim mundësi të blinim fruta. Dhe vetëm e mbaj mend këtë portokallën e kam atë aromën që të fëmijërisë që e hanim vetëm për vitin e ri. Nëse nuk do të ishit një aktiviste, çfarë profesioni tjetër do kishit zgjedhur? Mendoj se ajo dëshira ime për profesionin që arrita të kuptoj më shumë ka ndodhur rreth vitit 91-92, ku në familjen tonë erdhi një njeri, Christopher Hill, ambasadori i ambasadës amerikane në Shqipëri. Ai erdhi për të takuar gjyshin tim, sepse gjyshi im kishte përjetuar 30 vite burg për arsye politike në burgjet e Burrelit e tjerë, edhe ai erdhi për të dëgjuar një përsekutuar politik, për të bashkëbiseduar me ta. Dhe unë në shkollën nëntëvjeçare kam studiuar vetëm një vit frëngjisht, edhe kur erdhi në familjen tonë, erdhi ambasadori, edhe ai fliste sigurisht anglisht, kishte edhe përkthyesen, edhe që aty unë në fakt isha nxënëse shumë e mirë për frëngjishtën, po fatkeqësisht duke qenë se ishte një zonë rurale, e largët dhe me vështirësi, mësuesi frëngjishtes erdhi vetëm në klasën e 5, ndërsa vitet e tjera nuk erdhi më dhe si rezultat unë ne nuk patëm mundësi që ta zhvillonim të mësuarin e gjuhës. Edhe mbaj mend që isha një nxënëse shumë e mirë në frëngjisht, edhe mësuesi më thriste me emrin e fshatit tim, sepse e kishte fiksuar emrin se vije nga një fshat tjetër dhe bënim shkollën në një fshat tjetër, nga Ndërshena në fshatin Bulshar, në klasën e 5, edhe ai më thriste me emrin e fshatit tim, po vazhdo Ndërshena tjerë, edhe unë e kisha me shumë dëshirë frëngjishten. Pastaj fatkeqësisht nuk kishim më mësues. Edhe kur erdhi ambasadori amerikan në familjen tonë, kishte përkthyesen edhe unë fillova të dëgjoja edhe anglishten. Kishim filluar të thynim veshin me italishten, sepse sa kishte ardhur demokracia dhe televizioni, ishim shumë të lidhur me stacionet italiane, kishin filluar të vinin priftrinj dhe murgesha italian, të cilët filluan që me ardhin e demokracisë u lejua dhe feja, edhe kishin ardhur që të përhapnin edhe një herë fen, sipas besimeve të zonave që ne ishim edhe.
aty filloi përsëri, aty më lindi dëshira dhe që unë do të bësha një ambasadore. Edhe, unë nuk jam po themi ambasadore në nivel diplomatik, por unë gjatë gjithë eksperiencës time kam patur fatin që të punoj me njerëz të huaj. Kam filluar eksperiencën time me Caritasin Zviceran, eksperiencën e parë të punës. Kam punuar më pas me USAID-in, pastaj me World Vision, pastaj përsëri me USAID-in, dhe tani punoj për Fondacionin Meriwether Loretta, dhe besoj se kam qenë një ambasadore e brendshme, po themi, për të promovuar të drejtat e qytetarëve, ose për të ndikuar, për të përmirësuar shërbimet, qoftë në projekte në shëndetësime, të cilat unë kam punuar shumë, por edhe tashmë për drejtat e fëmijëve, por edhe vitet e fundit për fuqizimin e grave, palënmënjanave të rinjt dhe fëmijët. Zonja Florita, cili është libri ose filmi i fundit që ju ka lënë më shumë mbresa? Filma nuk ndjek, por ndoshta po më vjen mend 1-2 libra që i kam lexuar së fundmi. Është një libër i Theodore Dreiser, e bukur dhe e varfër, edhe trajton jetën e një vajze të varfër, por të bukur, peripecit që ajo kaloi në jetën e saj, e cila u njoh me një djalë të pasur që vinte nga një familje e pasur në Amerikë, edhe peripecit që ajo kaloi gjatë gjithë jetës saj, edhe asnjëherë ata kishin një dashuri shumë të pastër për njëri tjetrin, edhe asnjëherë dashuria e tyre nuk u lejua nga shoqëria për të përmbushur, për shkak se kjo ishte e varfër, ishte e bukur, por nuk mundi asnjëherë të hynte në klasën e shoqërisë të pasur, këto barrierat që t'i vendosin këto klasat e shoqërisë, si më thënë. Është një film shumë i bukur. Do përmendja një libër tjetër të Danielle Steele, që përsëri trajton temat e grave në karrierë, takat e larta, titullohet ai libri, edhe pse gratë përpiqen të bëjnë karrierë, të luftojnë, libri trajton shumë drama, shumë tema që lidhen me abuzimin e grave, ose me problematika që hasin ato për të rritur në karrierë. Tregon botën maskiliste që shfrytëzon pjesën e qenurit femër e tjera. Është një libër shumë i bukur, edhe që është gjithmonë aktual, sepse për fat keq femrat e kanë shumë të vështirë të bëjnë karrierë në çfarëdo lloj vendi të botës, por ka gratë forta të cilat ja kanë dalë edhe të mos përlyhen ose të mos baltosen, por gjithsesi ky libër është një shumë i bukur, më pëlqen. Pëlqejnë kryesisht librat me tema sociale që trajtojnë problematika reale në fakt, sepse çdo libër ka mesazhin e vet dhe është bukur me lexu dhe po përfitoj nga rasti që ti ftoj të rinj që koha më e bukur që mund të kalojnë është koha me librin, edhe pse jo pastaj ato emocionet, ato që mësojnë te libri ta bashkëndajnë edhe me moshatarët e tyre, sepse unë vërtet nuk kam shumë kohë të lexoj, por mendoj se koha që kaloj me librin është një kohë shumë cilësore. Kam edhe ca miqe të mia të cilat e pëlqejnë edhe lexojnë shumë, edhe kur bashkëndajmë ndaj libra është një kohë shumë e bukur, është një emocion i veçantë dhe ti gjithmonë mëson. Çfarë momenti apo ndodhje ju bëri të mendoni që unë do bëhem një aktiviste për të drejtat e grave? Them të drejtën, eksperienca ime e punës ka qenë pothuajse e tillë gjatë gjithë që në fillimet kur unë kam filluar me eksperiencën time të parë, ka qenë e tillë që jam munduar që të fuqizoj gratë në aspektin e kujdesit për shëndetin, për kujdesin për fëmijët e tjerë, edhe duke parë rolin e rëndësishëm që ka gruaja në shoqëri, është gjithmonë e rëndësishme për me kontribu shumë dhe me ndiku për me e fuqizu gruan, sepse roli i saj është shumë universal, si në familje, po pastaj
roli I saj nëse është një grua e fortë edhe një grua që jep shumë, ajo nuk jep vetëm për fëmijën edhe familjen, po ajo gruaja jep shumë edhe për shoqërinë, edhe sepse transmeton vlera, transmeton edukim, transmeton shumë çka për shoqërinë, edhe është ajo që është një qelizë shumë e rëndësishme e shoqërisë, mendoj unë edhe. Prandaj e shoh shumë të rëndësishme që unë vijoj të kontriboj edhe të mos lodhem. Nuk është punë e lehtë të punosh me gratë, por është një punë frymëzuese. Edhe ti kur e kupton rolin që ka gruaja në shoqëri edhe në familje, ti thu që nuk duhet të heqësh dorë të kontribosh edhe të ndikosh në jetën e tyre. Si ndjeni kur vizitoni një familje në nevojë ose një fëmijë të varfër? Të them të drejtën, ndihem shumë keq edhe shpesh ndihem e pamundur për të ndikuar. Veçanërisht më rastis në disa familje ku ka njërin prind ndoshta me probleme të shëndetit mendor që janë ndoshta edhe të padiagnostikuara. Shumë familje mendojnë për me nxjerr vajzën nga shtëpia, me martu vajzën, pa e ditur se cilat janë ato hapësitë e vajzës shpesh, se si mund t'ja dalë ajo në jetë. Edhe familje që ndoshta nuk e kanë ndiku fare që vajza e tyre të fuqizohet për jetën, të jetë disi më e fortë për me përballu sfidat e jetës. Ato thjesht e kanë lindë vajzën, e kanë rrit me sfidat që mund ta kenë rritur, por nuk mendojnë më pas se sa e zonja është kjo vajza për me eduku një fëmijë tjetër, për me rrit një fëmijë tjetër, ose për me bashkëvepru me një bashkëshort ndoshta që mund të ketë edhe disa probleme të tjera, që mund t'i ketë mungesë edukimi, mund të ketë probleme me alkoolizmin, mund të ketë nuk është rritur ose edukuar si duhet. Pasi kaloni këto vizita të vështira në familjet në nevojë, si e menaxhoni ndjenjën kur fëmijët tuaj kërkojnë gjëra të reja, të shtrenjta ose të mëdha? Në fakt kjo është një pyetje shumë e bukur edhe shpesh herë fëmijët e mi ju them që ulni, jetoni me realitetin edhe vlerësoni mundësitë që ju keni, vlerësoni ato sfida që ne kalojmë si prindër, që ata të rriten e të edukohen edhe të arsimohen pa ju munguar asgjë, edhe ndërkohë t'jenë të përullur ose t'jenë të vëmendshëm, t'i vlerësojnë këto gjëra, sepse ka shumë fëmijë të tjerë që fëmijët prindrit e tyre janë të pamundur për t'ia siguruar atyre, edhe t'i vlerësojnë këto mundësi, që për ne si familje po jo afrojmë tyre, edhe shpesh debatoj me fëmijët e mi që ata t'jenë në maksimum për shkak se nuk ju mungon asgjë, sigurisht jam e kënaqur me atë që kanë arritur edhe që shpresoj që do të arrijnë, por prindrit, ne prindrit shqiptar jemi pak shumë kërkues mendoj, por nuk është keq që t'jesh kërkues për fëmijën, sepse do më të mirën, çdo prind do më të mirën për fëmijën e vet, edhe se jo, kur I kanë mundësitë t'jenë edhe të arrirë, po për mu ka rëndësi shumë të madhe që t'jenë edhe qytetarë të denjë, t'jenë qytetarë dinjitoz, që të jetojnë me vlerat, jetojnë me parime, edhe t'jenë një shembull I mirë për shoqërinë, jo vetëm t'jenë të arrirë në karrierë, në aspektin e karrierës, sepse fatkeqësisht shoqëria jonë ka shumë persona që kanë një karrierë shumë të mirë, po për mu ka rëndësi si fillim të qenit njeri, më pas vjen karriera etj. A ka pasur rase kur jeni ndjerë shumë e lodhur ose gati për të dorëzuar nga vështirësia e punës tuaj dhe ose çfarë ju jep forcë në rast të vështirësia? Të them të drejtën, ka disa momente ku ne zhvillojmë disa takime me gra që kanë kaluar shumë trauma në jetën e tyre, edhe njëra traumë
nuk i ngjason traumës tjetër, ose njëra dramë nuk i përngjason traumës tjetër. Edhe kur në këto takime, këto gratë bashkëndajnë, ato që kanë përjetuar janë takime shumë të rënda emocionalisht, të rrëzojnë, por përsëri kur shoh që këto gra kanë forcë dhe kanë kaluar atë traumën, shoh gjej akoma forcën për të vazhduar, për t'i ndihmuar ato, për t'u dhënë kurajo atyre. Edhe kjo është vërtet motivuese për punën time, sepse ato motivojnë edhe njëra tjetrën, thonë, unë nuk e kam të hallin, por kam të tjetrin, por ti du t'jesh e fort, edhe ato bashkëndajnë, por edhe bashkëfuqizohen me njëra tjetrën. Sigurisht, ka momente goxha të forta emocionale kur këto bashkëndajnë, por ato edhe të rrisin. Cili është projekti ndërkombëtar që ju ka dhënë kënaqësinë më të madhe dhe pse? Në vitet e mëparshme të eksperiencave të mia, unë kam punuar me USAID-in, që jemi përpjekur të bëjmë reformimin e sistemit shëndetësor, si në sistemin parësor, shëndetësor, por edhe në atë sekondar ose spitalor. Unë e vlerësoj çdo eksperiencë, sepse unë jam rritur gjatë këtyre eksperiencave, kanë qenë universitete më vete, edhe secili nga e prorët e mi, si më thanë, i vlerësoj shumë për atë që kanë bashkëndar me ne, po edhe që na kanë ndihmuar që ne të ndikojmë sadopak në jetën e njerëzve. Do përmendja si eksperiencë të veçantë një projekt me USAID-in në kujdesin shëndetësor parësor, ku ne jemi marrë me trajnimin e mjekëve dhe të infermierëve të gjithë prefekturës, ku preknim tema për tuberkulozin, për planifikimin familjar, për kujdesin, për mënyrën e jetesës, stilin e jetesës, sepse në fund ditës është stili i jetesës ai që përcakton shëndetin tonë. Edhe ne kemi punuar me mjek, me infermier, me antar të komunitetit për t'i fuqizuar ata që të bashkëndajnë informacione me qytetarët e tjerë. Dhe mendoj se ka qenë një projekt shumë i mirë, i cili reformoi shërbimin shëndetësor parësor, ku akoma tashmë ky sistem funksionon në një formë të tillë, pra krijoi atë autonominë e qendrave shëndetësore, që ato të, po themi, të vetë qeverisën ose të vetë menaxhohen, edhe ato vijojnë. Sigurisht shëndetësia është një sektor që është më i rëndësishëm në jetën e njeriut, sepse prek shëndetin, edhe askush nuk, ose të paktën unë mendoj se njeriu nuk ka asgjë më të rëndësishme se shëndetin, edhe është një sektor që ka patur zhvillimet e veta, po mendoj se është kthyer pak edhe në biznes, edhe aty sektori shëndetësor ka më shumë nevojë për humanizëm dhe jo për të rikthyer në biznes. Ka nevojë për më shërby njerëzve, dhe nëse nuk hyn shumë detaj në këtë pjesë, sepse është një fushë që na prek gjithëve, dhe shpresojmë që do ketë ndryshime, përmirësime, por realisht shëndetësia. Diçka që më vjen keq për aspektin shëndetësor është që gjithë ato iniciativat mira që janë bërë, gjithë ato projekte të mira që janë bërë, nuk është se përqafohen nga autoritetet, po themi, që kjo është një eksperiencë e mirë, është një praktike e mirë, pse mos ta bëjmë pjesë të rutinës të përditshme, sepse në fund ditës i shërben pacientit, i shërben njeriut, edhe le ta përqafojmë këtë. Por njerëzit kanë atë tendencën që të rikthehen tek ajo rutina për ta bërë jetën e tyre pak më të rehatshme, dhe nuk kanë vërtet atë humanizmin që t'i shërbejnë njeriut në mënyrën më të mirë. Edhe këtu mendoj se kanë shumë përgjegjësi edhe personat që i menaxhojnë këtë lloj shërbimesh, sepse
nganjëherë hynë edhe profesionistë që nuk e kanë atë, nuk e njohin mirë sistemin, edhe problemet ndryshme që lidhen me shoqërinë tonë, që kemi nevojë për njerëz që vërtet të drejtojnë me zemër edhe me pasion, edhe ta duan më shumë vendin e tyre. Zënga Ferdita, se mund ta shpjegoni me fjalë të thjeshta çfarë do të thotë fuqizimi grav ose woman empowerment për dëgjuesit e vegjël? Pyetje shumë e bukur. Për dëgjuesit e vegjël, women empowerment do të thotë që ti ta shfrytëzosh kohën tënde më të mirë të mundshme, si për djemtë edhe për vajzat, sepse shoqëria është e tillë, përbëhet nga djemë dhe vajza, dhe ne nëse nuk investojmë si duhet, atëherë shoqëria jonë ka qelizën e mangët, njëra gjini nuk fuqizohet sa tjetra, kështu që duhet ndikojmë të fuqizojmë të dyja në të njëjtin nivel. Si me arsim cilësor, si me edukim me vlera, me parime, por vërtet fuqizim i gruas do të thotë që ti ta edukosh, ta fuqizosh atë, që ajo t'jetë e zonja për t'i bërë balë sfidave t'jetës. Ta edukosh me parime, me vlera, me arsim cilësor, edhe pastaj është detyrë e shtetit që siguroj pastaj shërbimet e tjera, por një grua e zonja që arsimohet mirë, është e zonja me i bëu balë shumë sfidave, si varfërisë, si dhunës, pra një grua arsimuar nuk ngelet e varfër. Ajo fuqizohet. Një grua pra qelsi mendoj se është arsimimi ose dhe krijimi mundësive të ketë një profesion, çdo vajzë edhe çdo djalë, sepse jeta është e tillë. Unë në punën time has gra që janë divorcuar, janë me 2-3 fëmijë, janë dhunuar ndoshta në aspektin psikologjik edhe ekonomik, edhe në shumë aspekte, edhe kur ti bën vlerësimin e rastit edhe dëshiron të shohësh se çfarë avantazhesh ka kjo zonja, ose ku mund të ndihmojnë atë, ti përballesh me një situatë ku ajo nuk ka mbaruar as arsimin e 9 vjeçar minimal. Edhe këtu ne krijojmë një pengesë ose një barrierë shumë të madhe për të ndihmuar ose për të fuqizuar këtë zonjën, sepse ligji nuk e lejon që një grua e paarsimuar ose të paktën që nuk ka as arsimin 9 vjeçar tashmë, ka qenë 8 vjeçar, tani është 9 vjeçar, ajo nuk mund të ndjekë asnjë kurs profesional. Pra, sa e rëndësishme është arsimimi. Arsimimi është kyçi për të fuqizuar një grua, po për të fuqizuar edhe një shoqëri. A janë gratë në Shqipëri sot të mbrojtura ligjërisht dhe sa vjet në praktikë kjo mbrojtje? Ne kemi ligje shumë të mira, me thënë drejtën, fatmirësisht. Ligji ka evoluar, sigurisht edhe shërbimet ndaj grave kanë evoluar, por përsëri ka mangësi. Mendoj se për të trajtuar një rast të një gruaje që ka përjetuar disa traume në jetën e saj, ka nevojë që gjitha shërbimet të jenë aty për të ofruar mbështetjen. Edhe nganjëherë unë për shembull përpiqem që ta vlerësoj mirë nevojat e personit, sepse nganjëherë ndoshta ti nuk mundesh me fuqizu gruan, por ndoshta mundesh me ndiku që me fuqizu fëmijën e saj. Për shembull, vetëm dje më erdhi një zonjë që kërkonte ndihmë. Ajo kishte djalin e madh që nuk kishte mbaruar as klasën e 9, edhe kishte vështirësi të shkruante emrin e tij. Kishte djalin e vogël që kishte mbaruar arsimin 9 vjeçar edhe punonte, djali i madh nuk punonte, djali i vogël punonte. Pra, mosha, djali i vogël minorent, mund të ishte 15-16 vjeç, djali i madh ishte 18 vjeç, edhe po përpiqeshim që nëna kishte shumë probleme shëndetësore, po përpiqeshim që të diskutojmë se çfarë mund bëj djali. Nganjëherë kur personi paraqitet tek institucionet ose nëna,
nuk është se bëhet një vërtet një vlerësim i vërtet i nevojave, ose nuk është kjo dëshira që vërtet ta ndihmojmë këtë nanën, mund t'japi një shërbim me një hershëm, por që nuk e zgjidh situatën. Për shembull, nëse ti jep një pak ushqimore një familje, ti thjesht je duke mbajtur penga të familje, nuk je duke ndihmu me fuqizu. Edhe ne te puna jon, te Fondacioni Meriuar Loreto, të cilin unë e drejtoj për Lezhën, ne përpiqemi me pa shumë aspekte të familjes, edhe duke bë vlerësimin e duhurtit familjes, ndoshta nuk mund të mbështesësh nënën për shkak të situatës saj ose të arsimeve të tjerë, po të paktën ti mundesh me ndiku ke fëmia, mundesh me ndërhy tek autoritetet që duhet bëjmë diçka për këtë fëmijën, sepse është kosto për shoqërinë. Nuk mundet unë tani përballem me këtë problemin që nanat janë parsimuar edhe nuk kanë, familja nuk ka investu tek këto vajza, ose edhe tek djali shpesh, sepse edhe ai nëse nuk punon, nuk ka një zanat e tjerë, si do ta mirëmbaj familjen e vet. Pra, përballemi me sfidat që shoqëria ose institucionet nuk janë kujdesur para disa viteve, por ndërkohë, nëse ne nuk kujdesemi edhe tani për familjen ose edhe për fëmijët që t'i arsimojmë, t'i fuqizojmë, përsëri kjo është një zinxhir, është një rreth vicioz që ty do të ripërsëritet. Pra, detyra jon, okay, ne kemi mundësi të vogla, por besoj se punojmë me pasion dhe punojmë me dëshirë të madhe për vërtet me adresu problemin e familjes ose të gruas. Edhe kur paraqitet një rast tek unë, ajo ka 1000 probleme. Unë i bie përsëri telefonit asaj, edhe interesohem se çfarë po ndodh me atë, ose pra jemi proaktiv në kujdesin që ofrojmë ndaj nënave ose ndaj familjeve. Nuk është se mjaftohemi vetëm me një telefonat. Edhe unë kam gra që i kam njohur para 4-5 vitesh, edhe ato përsëri gjejnë një derë të hapur aty. Ne i gjojmë njerëzit, i gjojmë hallet e tyre, edhe ata, kur kanë një problematik caktuar, përsëri i bien telefonit edhe pyesin, çfarë mund bëjmë me këtë situatën, çfarë mund bëjmë me këtë, po mendoj për të marrë për të blerë një shtëpi, edhe pastaj i referojmë te institucionet, që ata të gjejnë një rrugë zgjidhje. Sipas jush, cila është sfida më e madhe që hasin gratë në Lezhë? Sfidë shumë e madhe, po flas për gratë të cilat unë ju shërbej edhe që has në përditshmërinë time në punë, është punësimi, veçanërisht gjatë sezonit të dimrit. Fatmirësisht Lezhë ka një mundësi të madhe gjatë kohës verës, turizmit, të cilat gratë punojnë edhe nga 2 turne, edhe ka gra vërtet heroina të cilat e shfrytëzojnë në maksimum këtë mundësinë për të punuar gjatë verës, por më pas gjatë kohës së dimrit, Lezhë është pak më e tkurrur, mundësitë janë më të kufizuara, edhe këtu hasin shumë sfida gratë gjatë kohës së dimrit për të krijuar të ardhura për familjet e tyre. Kjo është një sfidë vërtet e madhe dhe duhet të adresohet, duhet gjenë mënyra, sepse gjithmonë ka mënyra për të adresuar nevojat e grave. Përse është më vështirë për gratë në zonat rurale të Lezhës që të punësojnë ose të zotërojnë një tokë ose një pronë? Për gratë në zonat rurale ka shumë vështirësi. Mungesa e transportit publik është një vështirësi shumë e madhe. Unë kam raste për shembull nga Torovica ose nga Malecajt ose nga Talja që dojnë me bë një kurs profesional, edhe në fakt ka mundësi këtu në Lezhë, por ato nuk e bëjnë dot sepse kostoja për të ardhur nga Torovica është 400 lekë ose 4000 lekë të vjetra. Edhe për një familje që nuk punon, që s'ka të ardhura, shumë e vështirë që ajo të vije për 6 muaj ose për 4 muaj, në varësi të kurseve që mund t'jenë, që mund të ofrohen, që ajo të vijë edhe të ndjek këtë kursin. Ne jemi përpjek pak, por fondet tona janë të limituar për të ofruar, po themi gjithë atyre që kanë nevojë, sepse nëse ti thua që kursi është falas, edhe ti ofron edhe transportin, është një lehtësi shumë e madhe për atë edhe nxit, biles
javën e kaluar kisha një zonjë që është e divorcuar edhe e nisi kursin për rroba qepsi edhe pas një javë më tha Afrodita më vjen keq, tha po unë dua ta lë kursin. Po jo, i thash lutem mos e lër sepse do të gjej mundësinë, mos rri vetëm në fshat, sepse po ngele aty ti do ngelesh aty dhe mundësitë janë shumë të kufizuar, ti s'do bësh asgjë. Ti ke edhe 2 fëmijë për të rritur. Po jo, nuk i them dot mamit tim që më japi 4-5.000 lekë çdo ditë sa herë vi unë lirë, sepse ka edhe 2 fëmijë tjerë, nëse përfiton po themi ka një ndihmë ekonomike 9.000 lekë. Fëmijët kanë nevojë për këpucë, për ushqim, për tjerë, edhe nëse kjo do harxoj praktikisht ky 5.000 lekë që ajo të vi për 6 muaj në kurs, ajo du t'i lej fëmijët pa ushqim pa asgjë për ta ndjek kursin, edhe një mangësi e madhe është mungesa e transportit publik për gratë. Fatmirësisht gjatë kohës verës, bizneset për shkak se kanë nevojë për punonjës, u a vënë transportin në dispozicion grave dhe kjo është një lehtësi shumë e mirë, por mendoj se pushteti lokal duhet ndërhyjë që të ketë transport publik veçanërisht për këto gratë ose që duan të punojnë edhe kanë domosdoshmëri të punojnë, që t'i krijohet një lehtësirë qoftë për të ndjek një kurs ose edhe pse jo edhe për të punuar, të ketë një transport abone që mos paguaj pagesën maksimale, por gjendet një formë rimbursimi nga pushteti lokal. A ka ende raste në Lezhë ku vajzat detyrohen të martohen në një moshë të re ose të mos vazhdojnë shkollën? Ka, fatkeqësisht ka, edhe unë çuditem, sepse edhe këto sikur përsëriten tek këto familjet tek familjet në nevojë. Edhe si mund ta fejosh ti një vajzë 18 vjeçare, sepse ajo thjesht ka njohur një djalë. Jepi kohën asaj që të rritet, jo, thot prindi, unë nuk mund të lejoj që vajza ime të dali të bredhi me djalin, ku dion, nuk e di. Fëmijët duhen edukuar që ata të rriten edhe të marrin vendime të pjekura për veten e tyre. Në fillim le të arsimohen, të fuqizohen, pastaj le të mendojnë edhe po themi për dashurinë. Por nuk është zgjidhje nëse prindi e fejon vajzën ose djalin në moshë shumë të vogël, sepse pastaj më vonë përballen me problemet edhe sfidat, se kujtojnë se janë duke zgjidhur hallin, duke fejuar vajzën, po në fakt pas ca vitesh ata e kuptojnë pasojën e problemit që kanë shkaktuar, sepse fatkeqësisht ka shumë raste që mas disa vitesh vajza divorcohet, edhe kthehet ndoshta edhe me një fëmijë tjetër ose me 2 fëmijë pranë familjes. Pra, fëmijët duhet t'i lejojmë të edukohen, të fuqizohen dhe jo t'i martojmë me zor, sepse nuk është zgjidhja. Cilat janë kushtet e jetesës për një grua e cila divorcohet dhe ka fëmijë dhe a ndihmon shteti ose komuniteti mjaftueshëm këtë grua? Shteti ka krijuar disa mekanizma për t'i mbështetur, por shpesh nuk janë të mjaftueshme, sepse një nën që punon, ka shumë nëna heroina që vërtet janë divorcuar edhe ato e marrin situatën e tyre në dorë edhe kanë shumë sfida, sepse nuk është e lehtë që një nën të edukoj fëmijët e saj, të arsimoj ata, edhe ndërkohë të punoj, të siguroj maksimale, ndërkohë ajo s'ka asnjë banesë, sepse shumë shpesh në raste bashkëshorti nuk e liron banesën, edhe janë nanën me fëmijët, cilat duhet detyrohen edhe dalin të lënë banesën, ndërsa bashkëshorti nuk siguron asgjë, pavarësisht se ligji mund të citoj ose gjykata vendos që prindi baba duhet t'jap pensionin për fëmijët, që minimalisht t'jap disa lekë për të siguruar ushqimin për fëmijët, po në shumë të në rasteve ose po them në 90% rasteve, për mos thënë 100, asnjëri nga prindrit që divorcohen, prindri baba, nuk kontribon për mirëritjen dhe edukimin e fëmijës. Edhe sepse ata ose punojnë të zezë, ose e fshehin nëse marrin një pagë, gjejnë mënyra që mos ta deklarojnë, dhe nëna gjithmonë përballet e vetme për të rritur fëmijët e saj. Ka shpesh raste që
bashkia mundëson një bonus qiraje, gjë që është shumë lehtësuese për nanat, por ka shpesh raste që biznesi nuk pranon t'i bëjë një kontratë qiraje nënës që të marrë një bonus nga bashkia, dhe unë shpesh në punën time jam detyruar që të ndërhyj tek pronari që ka një banesë për ta lënë me qira, që të lutem bëj një kontratë kësaj zonjës, një kontratë të ligjshme që kjo ta përfitoj këtë shërbimin, sepse shpesh shumë raste nënat e divorcuara nuk e përfitojnë këtë bonusin e qiras për shkak se pronari i banesës ku ato jetojnë me qira nuk pranon t'i bëjë një kontratë qiraje. A mendoni se vajzat e moshës time kanë mundësi të barabarta me djemt për të arritur ëndrat e tyre dhe pse? Mendoj se shumë familje tashmë kanë arritur të kuptojnë që ne duhet të fuqizojmë një lloj si vajzën edhe djalin. Por fatkeqësisht ka edhe shumë familje tjera që nuk mendojnë kështu, edhe ky është problemi dhe këtu ndoshta kemi nevojë me punu si ne shoqëria civile, si institucionet, por ndërkohë do ju bëja thirrje edhe ju të rinjve, sepse ju jeni shumë afër bashkëmoshatarëve tuaj, edhe besoj ju e kuptoni aty ku ka diçka që nuk shkon, apo ja, mendon se e kuptoni? Edhe a keni mundësi që ju të ndërhyni aty edhe të ndikoni edhe të flisni ndoshta edhe me prindrit që nuk mendojnë ashtu siç mendojnë prindrit tuaj, po themi, që janë më të arsimuar dhe që kanë më shumë, sepse njerëzit ngaherë do binden vetëm duke parë ato shembuj konkret, duke i thënë që shiko, unë kam të dy prindrit të arsimuar, dhe ata për shkak se janë të arsimuar, ata kanë mundësinë që fëmijën e tyre ta edukojnë edhe më mirë, edhe ta fuqizojnë më mirë për jetën, edhe në të njëjtën mënyrë ne duhet kontribojmë që si vajza dhe djali të arsimohen në të njëjtën mënyrë, t'ju jepen të njëjtat mundësi edhe të fuqizohen për jetën, për të pas një shoqëri më të mirë në fund ditës. Si munden bashkëmoshatarët e mi dhe unë që të ndihmojmë njerëzit në nevojë? Këtu më ke prek një temë shumë të rëndësishme. Unë jam duke zbatuar një projekt me një grup fëmijësh, janë shumë të vegjël, janë nga klasa e 3 deri klasa 7-8, edhe ne bëm një vlerësim si çfarë projekti pëlqen të angazhohen ata. Edhe ata kanë identifikuar sportin, mjedisin, artin, edhe një temë tjetër se si të ndihmojmë njerëzit në nevojë. Edhe unë fillova t'i ngacmoj ata pak më tej, që të zbërtheja pak më shumë. I thash që ne nuk mund t'i ndihmojmë gjithë njerëzit në nevojë, por ne a kemi bashkëmoshatar aty ku jemi, që ndoshta nuk vinë në shkollë, që ndoshta edhe prindrit e tyre janë shumë fajtor që nuk bëjnë maksimalen që fëmijët e tyre të vinë në shkollë. Edhe ata filluan të mendojnë, pastaj mendojnë aty afër, sepse ne nuk mund të zgjidhim gjithë problemet e shoqërisë tonë. Ne secili duhet marrim përsipër të kontribojmë aty ku jemi, aty afër nesh, sepse edhe aty kemi, edhe nëse gjithsecili mundohet bëj diçka aty afër ku është, atëherë kështu shoqëria jonë do të krijojë ato, po themi, agjendet e ndryshimit në çdo qelizë të shoqërisë, edhe kështu do fillojmë ndryshimin, do të ndikojmë për mirë tek ata persona që nuk arrin ta kuptojnë rëndësinë e, po themi, arsimimit të fëmijëve, sepse, po themi, komunitetet caktuara këtu në Lezhë jetojnë në varfëri shumë të madhe, edhe fëmijët e tyre i lënë fatkeqësisht rrugëve, ose duke lypur, ose duke u marrë me asgjë, edhe nuk kuptojnë se çfarë po i shkaktojnë fëmijëve të tyre. Pra po i lënë në këtë ciklin vicioz të varfërisë dhe nuk arrin të kuptojnë se fëmijët e tyre duhet shkojnë në shkollë, duhet arsimohen për të ndryshuar situatën e gjendjes ku janë. Në njëjtën kohë, fatkeqësisht fëmijët rrinë rrugëve edhe nuk situata vazhdon e njëjtë.
edhe mendoj se këtu do të sfidoj Asja dhe do të ftoj që t'jesh pjesë e këtij grupi të fëmijëve që po mendojmë për të bërë diçka për këta fëmijët, që familja nuk bën sa duhet, institucionet përpiqen, por as ato nuk bëjnë aq sa duhet, që këto fëmijët të jenë vërtet në shkollë, të jenë aty ku ju takon të jenë. Sepse besoj gjithë fëmijët duhet të jenë në institucione edukimi, jo rrugëve. Më pëlqen shumë kjo ideja e projektit edhe do kisha shumë dëshirë që të merr pjesë do të thonë, se themi kur u rrita dhe fillova të kuptoja gjërat pak më shumë, gjithmonë kam dashur të ndihmoj njerëzit, ndoshta edhe sepse mami më ka punuar gjithmonë në projekte të tilla, po edhe nga babi kam marrë një edukat tillë që nëse unë kam mundësinë pse mos të ndihmoj, edhe më pëlqen shumë ky projekt. Që tani, kështu që po shfrytëzojmë këtë mundësinë që ti t'jesh një e ftuar edhe t'jesh një ambasadore e projektit ton, cilin shpresojmë që të kemi gjëra konkrete pas disa muajsh në VMC dhe t'i bashkëndajmë me qytetarët, paktën një model pozitiv se si ne mund të ndikojmë me pak gjëra, por thjesht kemi dëshirën për me ndryshu diçka. Faleminderit shumë dhe ju uroj suksese te ky projekt. Faleminderit. A ndini që gratë janë më të ndërgjegjshme sot për dhunën në familje, apo ka ende raste që fshihen si teme? Besoj se janë më të ndërgjegjshme, ka arritur një nivel ndërgjegjësimi më i lartë, por ajo që kam kuptuar unë, gratë durojnë shumë dhunën, edhe qëndrojnë shumë dhunë. Pastaj pasi kanë kaluar disa vite, edhe këto e bëjnë për hir të familjes edhe të fëmijëve të vet, por shoh një presion të madh edhe nga familja e origjinës, sepse thonë, jo po ti na turpërove, jo po si mund të ndahesh ti, jo po nuk arrin ta kuptojnë se si mund ta lësh fëmijën tënd në një situatë dhune të vazhdueshme. Edhe thjesht për ndjenjen e turpit, jo nuk është turp është për atë person që bën turp, por të jetosh në një dhunë nuk është as pak dinjitoze, nuk është njerëzore. Kështu që unë do i bëja ftesë gjitha grave që të reagojnë ndaj dhunës, ose të kërkojnë mbështetje që bashkëshorët e tyre për një arsye ose një tjetër, të kërkojnë mbështetje, se në një farë mënyrë edhe ata mund të jenë viktima të shoqërisë ose të dhunës e tjerë, dhe nganjëherë kanë nevojë për të mbështetur në aspektin e këshillimit, se çfarë po i bëjnë familjes, atë nuk arrin ta kuptojnë ndoshta se çfarë po i bëjnë familjes, edhe është gjëja më e bukur që ata kanë krijuar një familje, po në fakt ta shkatërrosh një familje është gjëja më e tmerrshme që mund t'i ndodhi si familjes edhe fëmijës, edhe gratë duhet kërkojnë gjithmonë ndihmë, mbështetje nga familja, nga shoqëria, nga institucionet, dhe të mos kenë turp fare të jetojnë, mos të tolerojnë që të jetojnë në situatë dhune, sepse askush nuk meriton të jetojnë në lloj situatë dhune. Cilat janë 3 gjërat më konkrete që Bashkia e Lezhës mund të bëjë për të ndihmuar gratë në nevojë? Gjëra më konkrete. Mundësi më të mëdha punësimi. Mundësi mbështetje, jo se nuk ka, por ndoshta nuk janë të mjaftueshme. E pjesa e punësimit, unë do kërkoja nga institucionet që bizneset që punësojnë një grua, një nën të divorcuar ose një nën të veçe po rrit fëmijë, duhet të ketë një lloj stimuli nga bashkia, ose dhe pse jo dhe nivele më të larta që të krijohen politika që bizneset që punësojnë një grua me problematika sociale, ekonomike, të mbështeten nga institucionet tjera më të larta. Pra, nëse një biznes punëson një grua, le të ketë disa lehtësira fiskale, ose pse jo, nëse janë këto bizneset e turizmit, se mos t'i krijojë një mundësi biznesit ose gruas që ajo të jetë paktën e siguruar, nëse punon 4-5 muaj, shteti t'i jap mundësinë që të jetë e siguruar për pension për vitet e tjera, sepse mungesa e pensionit dhe siguracionit është një barë shumë e rëndë për shoqërinë ose edhe për gratë, sepse
sa je i ri ti mund të punosh, mund të ke mundësinë, ke forcën fizike, shëndetësore, mendore e tjerë për të punuar. Por ti ndërsa mosha ecën, ty të bin fuqit fizike, e mendore, edhe ekonomike, edhe ti nuk ke asnjë pension. Edhe sa e rëndësishme është që shteti të mendoj për këto kategori që kenë një pension të vazhdueshëm, ose veçanërisht për këto gra që nëse punojnë 4-5 muaj, shteti t'i paguajë një siguracion të paktën shëndetësor dhe social që jenë në sistemin e të siguruarve. Cila është gjë më e thjeshtë që mund bëjë një burr apo një djalë për të ndihmuar një grua ose një femër, motrën e tij, në familjen e tij? Gjëja më e thjeshtë apo gjëja më Diçka që mund të bëjnë ata për të ndihmuar? Djemtë edhe bashkëshortët duhet luajnë një rol të barabartë në familje. Jo se nuk e luajnë, po fatkeqësisht shoqëria jonë, po themi i ndan pak të role që djali duhet të punojë, etj, vajza të bëj punë të shtëpisë, jo. Si djali, si vajza, duhet din të bëjnë, të kujdesin për veten, të kujdesin për vendin ku ata jetojnë, të gatuajnë, pra të bashkëndajnë ato detyrat familjare dhe mos t'jenë të ndara, sepse kur të krijojnë familjen, atëherë marrëdhëniet e tyre në çift do të jenë më të konsoliduara, do të jenë më të mira, sepse ata bashkë kujdesen për familjen, si pjesa që punojnë, po dhe të pjesa e kujdesit, sepse në familje ka shumë detyra, gatim, pastrim e tjerë, dhe pse mos i bashkëndajnë këto, sepse familja do të jetë më e konsoliduar, marrëdhëniet do të jenë më të mira mes çiftit edhe të shmangin shumë konflikte. Pra, duhet edukojmë djemt që din të kujdesen edhe për punët e shtëpisë, edhe të hekurosin, edhe të gatuajnë, sepse në momente të caktuara, nëse ata nuk mësohen që t'i bëjnë që të vegjël, ata, për shembull, 4 që shkojnë student jashtë shtetit, edhe nuk dinë se si të gatuajnë për vete, se si të kujdesen, pastaj kush do ua bëj këto, kështu që është shumë mirë që t'i edukojmë fëmijët që t'i dinë këto detyrat kryesore individuale, po dhe familjare që të kontribuojnë në familje. Nëse do mund të flisje me kryeministrin ose me një personalitet të rëndësishëm, ose jo, nëse do mund të flisje, të dëgjonte gjithë bota, çfarë do ishte një mesazh që do jepje për të drejtat e grave? Për gratë, arsimim dhe vetëm arsimim. Edhe pastaj gratë do t'jenë zonjat vetë për të kontribuar më shumë në shoqëri, më shumë në familje, dhe në çdo fushë të jetës. Pra, nëse i arsimojmë, ne grave ju kemi dhënë armën më të fortë për ta përballuar sfidat e jetës. Cilat janë 3 këshillat më të rëndësishme që do t'i jepit një vajze të re sot? Të jetë vetvetja, ketë disa parime në jetën e saj që mos t'i shkeli për asnjë lloj arsye. Edhe kujdeset për veten në gjitha dimensionet, si në arsimim, si në kujdesin, pse jo, të bukurisë që ja ka dhënë natyra, edhe në kujdesin ndaj bashkëmoshatarëve, ndaj vendit ku ajo të jetë një model i mirë për shoqërinë. Se mund të inkurajojmë gratë të flasin kur janë në vështirësi apo kur shkelin të drejtat? Gratë duhet të kuptojnë që duhet flasin, është shumë e rëndësishme që të flasin, sepse nëse nuk do flasin, ajo brenga e tyre do ngelet gjithmonë e panjohur dhe e pa dëgjuar, kështu që nëse ti flet, ti e ke hedhur atë shqetësimin tënd tek një derë. Sigurisht, mirë është që dhe ai dëgjuesi të jetë një dëgjues aktiv dhe të reagojë ndaj asaj që thot një vajzë ose një grua, edhe të reagojë në mënyrë pozitive, të reagojë në mënyrë mbështetëse, edhe në fund ditës është duke bërë vetëm detyrë, nuk është duke bërë asgjë, sepse
institucionet ose shërbyesit civil duhet kuptojnë që ata paguhen me taksat e qytetarëve shqiptar dhe në fund ditës nuk po bëjnë asgjë përveç se po bëjnë detyrën. Nëse mundem, këtu dua të ndaj një episod kur unë po shoqëroja në polici para disa vitesh, një zonjë të dhunuar ishte rreth 60 vjeçe. Ishte shkuar jashtë shtetit tek vajza dhe për shkak dhunës kishte situata dhune shumë dramatike në jetën e saj dhe unë rënqetem kur i kujtoj ato që më thoshte ajo. Dhe u vajtëm në polici edhe po na sërollasnin që jo po një polici kishte thënë ti, po jo po ne na kanë thënë që ti je martuar, ku di u merrej me thashe theme. Dhe mbasi kemi nejt gati më shumë se një gjysmore, unë reagova fort. I thash, kush është, unë duhet të takoj një përgjegjës, kush është më e rëndësishmi këtu? Jo, po pse do e këta kosh të lutem, i thash. Unë jam një qytetare shqiptare që paguhem me taksat e shtetasve irlandez. Sepse ne në atë kohë kishim një projekt që na mbështeste Irlanda, shteti Irlandës. Edhe unë po shoqëroj këtë zonjën këtu në derën e policisë për një shqetësim që ajo ka. A ka mundësi që një polic, një zotri që ka për detyrë për me gjuhë këtë qytetaren, që paguhet me taksat e qytetarëve shqiptar, ta dëgjoj këtë zonjën, sepse një zonjë 60 vjeçare nuk vjen polici për qef. Ajo ka një hall, ka hall për ta adresuar. Edhe i thash, nëse nuk do vi dikush që të marrë ankesën tonë, thash unë do thras median dhe pastaj do jetë pak më keq për ju. Në moment janë vënë lëvizje edhe më pas kanë ardhur dhe kemi takuar një person të rëndësishëm në drejtorin, ai na mirëpriti në fakt, edhe tërhoqi vëmendjen edhe stafit tjetër që nuk na kishin dëgjuar, nuk i kishin marrë ankesën tonë, nuk na pritën fare. Edhe okej, çështja u adresua, po themi, edhe mori ato përgjigje që duhet merrte, por edhe herë dua të theksoj me këtë mesazhin që ne shërbyesit civil ose mjek, infermier, mësues, punonjës bashkie, çdo punonjës që merr rrogën në shtetin shqiptar ka për detyrë bazë që të reagoj edhe të reagoj në mënyrë qytetare ndaj qytetarëve shqiptar edhe të ofroj më të mirën që di të bëj. Sigurisht nuk mund të pretendojmë që ka zgjidhje gjithçka, por duhet ta mirëpres në mënyrë dinjitoze një qytetar që paguan taksat në këtë lloj vendi, në këtë shtet. Edhe kjo ishte një thirrje e imja që njerëzit duhet ta kuptojnë. Unë kam pas raste personalisht që më është përplas dera në institucione dhe kam reaguar shumë fort. Edhe çdo qytetar ka të drejtë të reagojë shumë fort kur ai minimalisht nuk trajtohet në mënyrë dinjitoze. Është gjëja më minimale që të mirëpresin edhe të japin një përgjigje. Kështu që i ftoj që gratë reagojnë edhe mos të kenë frikë fare, sepse janë duke kërkuar një drejtë tyre që këto që shërbyesit civil duhet ta ofrojnë me dinjitet. Falenderoj për këtë mesazh të fortë që duhet ta dëgjojnë realisht të gjithë, sepse të trajtosh një njerëz si duhet ose të çosh zërin për gjëra të padrejta është diçka shumë e rëndësishme. Zonja Afrodita, cila është fjala që ju përshkruan juve më së miri? Unë do thoja që jam një person i gjinshëm. Mundohem që ta dëgjoj çdo person që ka një shqetësim, një diçka për të ndarë. Pastaj, sigurisht është një aftësi ndoshta edhe imja që i njoh edhe institucionet, i njoh edhe njerëzit, sepse bëra vite që jetoj këtu në Lezhë, edhe gjithmonë mundohem ta adresoj ose ta referoj një person aty ku mund gjej një zgjidhje. Pra, veten do e karakterizoja si një person të gjinshëm.
Cila është gjëja më e bukur që ju ka thënë dikush në lidhje me punën tuaj? Me thënë drejtën, si që po thoja gjatë bisedës që puna ime nuk është e lehtë, është shumë sfiduese, është e fortë emocionalisht, marr shumë mirënjohje nga gratë dhe marr shumë vlerësim prej tyre dhe kjo ndoshta është ajo që më nxit që të vazhdoj ta bëj këtë lloj pune, sepse nuk është punë e lehtë dhe kjo mirënjohja që marr nga personat është vlerësim, është motivim që unë vazhdoj edhe të punoj. Cila është dëshira juaj për të gjitha vajzat dhe gratë e Shqipërisë? Është që të kenë një jetë të qetë edhe të mbushur me gëzim edhe të jetojnë një jetë të paqët. Si imagjinoni jetën e grave në Lezhë pas 10 vitesh? E dëshiroj dhe shpresoj më mirë, me më shumë mundësi punësimi, me më shumë mundësi argëtimi, sepse, për shembull, ka disa aktivitete që bëhen për gratë, ka ndryshuar, do thoja shumë, për shembull, ka iniciativa private ku gratë shkojnë edhe merren edhe me një aktivitet sportiv si që është palestra, po ka nevojë të ketë edhe më shumë sporte tjera në natyrë, të ketë më shumë mundësi argëtimi, shpresoj mundësi më të mira ekonomike, pse jo, edhe të jenë më të lumtura. Zonja Afrodita, kjo ishte një bisedë që më hapi syt, por edhe zemrën. Faleminderit që ndat me ne historitë personale, si ndjeni kur vizitoni familjet nevojë dhe që na treguat për sfidat specifike të grave në Lezhë, si punësimi dhe prona dhe për mesazhet e forta që ndat me ne. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi shumë e veçantë dhe e veçanta ishte sepse po më gjonte një vajzë, një aktiviste që shpresoj që do të kesh një ardhmë shumë të bukur edhe do jesh një agente e madhe ndryshimi dhe një model shumë i mirë për vajzat dhe gratë në të ardhmen, kështu që të falenderoj shumë edhe shumë suksese. Faleminderit dhe mesazhi juaj i fundit se çdo grua meriton të ketë një zë dhe një vend pune, një arsimim të mirë, është diçka që duhet ta mbajmë mend të gjithë. Dhe unë kuptova që nuk duhet të jemi aktivist vetëm në profesion, por rëndësi ka që të jemi aktivist me zemër. Të gjithë dëgjuesve tanë shpresoj që kjo bisedë ju ketë frymëzuar. Mos harroni, kur shihni një grua, një mësuese, një infermiere, një fshinje, një grua në përgjithësi, meritojnë edhe ato të drejta dhe mbështetje. Dhe faleminderit që ishit me ne sot në klasën si fëmijë, shihemi sërish javën tjetër. Mirupafshim.